Tubo. Përshëndetje miq të gazetës Demos të podcastit të bo, mirë se po takohemi edhe në këtë javë. Sot I kam 2 musafir poshtë edhe një plus, të më thonë ja 3 musafir. Kam njëri nuk flet, një 2 flasin, kështu që sot me mu bashkë në studio është një qik bashkë me Vjerën e vet. Kështu që kush tjetër pos Hira dhe Valbona, përshëndetje. Përshëndetje Lina. Krysoria funkëqyr. Kjo është e pazakon, dyqysh me pas një qenë në studio, na si na mësu është hera parë për neve, po ju që e keni të kohën me vete, qysh është me pas një qenë të shpia? Kush po falni? Për Linën unë së shi jam mësu, mu kam bo pak, po tash pa të s'po moj. Apo? Jam mësu shumë me të, edhe du tepër se e kena qikë ma t'voglen. Ma të voglen. Zonja Valbon qysh është me pas një qenë? Është shumë mirë. Jena mësu me Lina. Lina është ajo që si të zgjohëm në mëngjes. Na jep është ëmbëlsinë e shtëpisë. Na jep kënaqësi, na jep ngrohtësi. Pa. Kështu që e kem si çik të vogël. Ti më tregova para prakisht shikive ç'djem. Sa ta ka zaventu Lina? Shumë. Vese nuk din me fol. Veç s'do me fol. Çfarë lidhje ki kështu me ta? Sa shpesh të bjen me nashta ton kohën. E di që e merr edhe në punë, shumicën e rasteve e ki me vete, po çysh është një ditë me ta? Është shumë e mirë. Të bën mi harru nervozën, stresin, krejt. Ha? Do me fol po duket. Hajde, afro pak të naj fjallë, a ke mësu naj sa në thonë. Që atë ngon, kështu sa është e kujdeshme. Lina është pak më e lazdrume, se e kena lazdru prej fillimit, kështu që... E mon me naj rast me to naj sen që të ka ndodhë? Jo. Krejt çka është, kur e kanë qute frizeri, edhe e kanë qetë shumë, po. Që ajo më ka bu pak, ju mërzit, se si mësu me ponat, më ka duk si djallë. Jena mësu me po Linën, në stop me krej, me prejke, but, me kune ndresht. Edhe tani, seriozisht me bu me qef, duket krejt ma ndryshu, duket si djallë. Tani gjithë qaj është. Për ty që nuk e pos qenë të shpia asë një herë edhe është safe të një qenë, qysh po duket? O, seriozisht është sen shumë I mirë. Unë gjithë kom pos qef, moca kom pos, po qenë jo. Edhe seriozisht qenë është më e dashtën, sa është të moca gjithë më menojnë që janë mi vete, mi ty. Po? E qenë diqysh të dëna është pa diçka kushte. keqe, pa kushte. E tani që ata me Linën, edhe Reksën e kena. Po, e kuptova që keni baja gjetë të shpia kafsh, kështu. Dhe I kena. Po Linën e dojna pak. Po, hajde që është të qikat ma, ashtu që I lazdrujnë, po më do këtë një këkado me kafsh. Okej, po kalojnë atë tema direkt, se përmeni frizerin në zonja Valbona, kështu që edhe po t'i shojmë tatuazhet, po t'i shojmë do gashon qëto. Apo na tregon që sa e bën këtë punë? Unë që 12 vjetë kom fillu me biznesin tem direkt, nuk kom punu kërkon për para. Kom fillu me stilimin e flokëve, mbjelljen e thojve, kështu që tash ma primari kam mbjelljen e thojve, me flokë ma pak. Okej. Mirë ka shku çdo sen. Diq, tash mirë, tash më duket halja ma Tash mirë, hala ma mirë, normal. Ka është ajo bëhat pyetën cilën e shtini, po më duket që ti e ke ngrej mas vete edhe Hirën. Hirë që është me punu me Hirën. Është tepër interesant, tepër mirë, po unë myta tu e thonë shoqe. Unë e marrë thash si motra, për si shoqe të di që e keni atë lidhje, kështu, qysh po të thonë, qa po thonë njerës, po më intereson, se qysh të në Kosovë hala është aja me Vjera, din me jetu, edhe pak se qysh, e limo me punu të në kohën bashkë. Me punu bashkë, edhe qa po më thonë, krejt fjallë t'i kanë të njëta. Gjithë njeri që vjen, apo monash, edhe më foljen me dvogël edhe në masi tinza, apo e ki zër, menojnë që ku me dita edhe sa shumë jam të hek, me thonë. Po jo, është diçka që te për knaqëm, na edhe në shpe, unë kur shkoj të këta, është arrima shumë me këta, edhe me Linën. Zdo me burë, të harru që e ki dikon. Qatë shumë që knaqëm, mesëm të bo laf, po edhe në salon është I njëti sen. Fjallët e njerëzë më qëta shvecia ka njësë munal, se edhe e kanë mësu, I kam pomo, po fillim ju ka duk më interesant, krej kam po pytje, ose nëse vëshin e sukun kja, a pe pina një kofe e kalca, ma edhen, ka pas non stop diqka, shumë ju ka orë dhe interesant, qysh tek. Po më interesant për zonën e Valbon që është e pas parasysh që edhe nuk I qika, e tash e ki Hirën të në kohën të silë të shpia, atë qysh ke për ty për fillim kjo. Jo, shumë mirë. Edhe direkt të tarë edhe në punë, ma ndej kjo. Normal, unë nuk kom pas qika, po kur ardh Hira, më duket sikur I ka jep një gjallëni ma shumë shpis.
Edhe kështu që alo nuk e konsideroj si nuse, se s'moj, Po, se jam qa që lirë me të, kom pas nevoj për edhe një qik të shpia. Qik të shpia, gjithmonë e kom një vetën si minoritet në shpi. Gjithë bojna e Kështu që- gore, bona thët, unë deri dje më konë minoritet, se veç unë Elina e na konë, se pi bjenë 3 burra në shpe dhe 2 femna. Ja ardhe dhe të tash e na bo barabart. Që e për mene i the bona, edhe pash edhe në për intervistat e tira ku më ka pas edhe nuk kam pas me të pa, i ke thonë që nuk e thirr vjeher, ose nuk e thirr non, pse ka erdhë kjo, cilën, e i tha mos më thuj, ose thujëm qështu. Kjo le të vazhdon. Unë nuk e kum një ashtu më më thirë non, se s'm ka pëlqy në të thonë drejtën. Që kom thonë edhe në intervistën e kalume, unë non nuk më mi u bo hirës. Sa do që më thret në ashta, ajo veç emri non, se nonën nuk më mi a zavënsu, non s'më mi u bo. Po Kështu ama, që nuk e kum një, e kum një ma të arsyshme më thirë nemën. Edhe mos me i thy ato tabut për para që në konë. mos me thonë non, ta Jo. mos me thonë vjera, ashtu me të këshyr ta mos si kur shoqe. Po, edhe me këshyrë kështu logjikisht, një njeri të huj me thirë non është pak, e ronë pak zërë. Kështu që... Krejt e kanë që të vështirësin femna. E për që ata s'kum dasht me ja dhonë hirës këtë vështërsi, kum pas qef me liru taman, me full si shoqe, jo si me vjehër. Okej, hirë që shka për ty kur ju të regova që s'ki me thirë non, po ki me thirë bona, ose vaj bona në emër. Në fillim, kur më ka thonë mu dëk pak edhin mos keq, mos ju respekt, se që shën të na krejt me i thonë nëmër, non. Edhe kur i të regova në shpe, nona jam është fix si buno. Edhe unë, kur bon 3 atë bashk, na jena njejt, edhe nuk nalët lafe as njerë. Edhe kur ja bona tha, o zëtë se e meqme, shumë mirë ta pas ka bo, se edhe nana jam nuse fëmija ja u ka bo qysh dëni. Ndash nan, mam, qysh t'i vjen ma let nëmër, edhe ajo është si bona, nuk kanë qef me i thonë teze, a diqka heq, edhe u konë shumë e letë. Mu po më intereson, a e moni men takimin e parë që keni pas Po, qysh o që ki eftyr po. hera e parë u konë te i për paprit, se dishush jom konë gjendjen ma të mërshme, jom konë trenerka, jom konë pa ly, pa thëj, i konë pas luk të lefta që të nalt, në mojet kresë, që më do të nona jem. Edhe veç ma ka bo i dashuri, hajde, edhe që akëm bo jo, edhe unë se disha ku e sakt salone. Edhe po ecëm, edhe u bo ka gjatë gatë, thash jo bëse s'po më qëra, hajde më pa prit, pa kujtu, pa sen. Që kur e kom pa emrin e salonet, që akum bo zët tash e po që u parku kere, s'moj mos me dojnë. Kur i kom him rana, e kom po këta të bo thëj, kom thonë vetë me vete, o zët shqyqër se s'mërët me më analizu, se të punu. E ti kjo të të analizu dhe i detajnë e fundit. Valla jo, nuk u Jo. kon heq, hetë së më ka shtinë siklet, momentin që jëm hin deri, kom fol, a besën që me ditë parë, në është një orë u kon, që kena bo laf, gati 1 orë, vetë se jena nojnë të bu laf, të fol, krejt, normal u kon, me njerë mu hek tani që, po deri sa jom shku, u kon te për zërë. Po, për ty zona vaj bona që shke, di që shtu do ka shto me të martu një ideal, normal, se gjithë cila prej nanave e pret hastret atë moment, po që shke. A nashta ka të regu djali edhe ma hire. Jo, mu më ka rodhe ma paprit se hirës në ashta, se mu veç më ka thonë a jenë lokal, thash po, tha, jom të orë, tha me dikën. Edhe kur u hi me hirën, më shtu ju metë. Po kur e kum po hirën, me njëherë më ka ngreja e energjia asojna, edhe... Edhe keni fillu me bëllaf e Po. pas kitë metë, mandena. Qysh prej kur ka hin derë, ditën e parë na e kena pas lovin se kur më njoft ma herët, se kur me kon shoqe. Kështu që jo e pas këtë harun atë moment djalin, po më do këtë krejtë, Po. po filon, nuk ka heqaj, të thonë po eci, unë e ma mirë la juve dyja. Ma ndej po më interesën me ditë, mas asaj, sa shpesh ju karo me dajt, shëmponatu takimet e Shumë. juja. Te për shpesh. Ose që ka bëni bashkë shto kur jeni, përveç që Gjithçka. ju vjeve punu. Qatë kena, Zakonisht mas e kryna punën, Po. qa po bojna, hajt po shkojna po hajna dikën diçka, hajt po dalëm pak dikën. jo një kafe, Po. ose në shpet, e E ke thirëm thonë. edhe nanën e hirës, Po. ose në shpet. Ka edhe shumë raste që 11 natës, 12 më thirë, hej bre qa po bëna, po të mërë gjume, ja ve jo. Hajde, pina një kafe. Na edhe jena 5 minuta largë, nuk e i shijem shku. A, do më dhe të ke martu ngatë.
Kjo vish Alo, pëlqen si ndir me martu. një tjetër. E tani jena ti për ofër, shpesh ndodhën piknatës, hej, qut, hajde, në bë diçka. E përmene edhe punën e martesës. Sa ki qef kështu mu vesh se nusë, se e di që edhe ki qef. Shumë. Ti për kam qef, edhe krejt që ditën kur ju tham, po a besën që kur i kam martu 2 vllaznet, 2 kunatat kur kam vesh dimia, unë ja u kam vesh. Dhe më thonë, e kryshin ato unë të nesër mën me dimia në për shpe, këcejsha, bësha i zmet, veç u knat, shato e provu. Po, se di, krejt që ditë, nana jam nuk i dënë, nuk i ka vesh për vete, edhe nditë sotet kërkosh për i qikave të reja, nuk është që E vërtet, pidojnë. s'kan qef ashtu shumë. A që mu shumë më pëlqen. A i kishe theshtash? Po. Ty atë pëlqen? Unë as nuk është që më pëlqejnë, as që së më pëlqejnë, kështu që Po qa dush. sojna, po qa dush. A kishe pas qef Nëse me... mihet mirën toll, le ti vesh pse jo. A kishe pas qef me qit hira qajnë në dimje Jo, një lekën kështu? jo. Jo, ashtu që për Jo. shembull me i vesh non stop në për FaceTime, si jo, për shembull edhe në kanal gjelq, me i vesh, po, kështu diçka ma shpesh, ason së që kisha mujt, e kom provu me i vesh nuk ish let. Nuk është në tjeta me mojta. Jo, veç, E përmene edhe pak i pjesën që si e martu hala, po kur do në martu hi? Kur do në shku ta mën të shpia? jo. Këta të kanë qef me morë, që Ma është shpejt. Unë shpesh heri thon, por le hirhesh mos shko mo. Ta është shto jona je. Ashtë shto jona je, si sot si nesër. Jo, diqysh, jo që edhe mu martu më stopo diçka, më dalën diçka, po njerë kena plan fejsën, ka dal nuk i di atjetës, s'muj me thonë diçka, s'martona edhe 2 vjetë sigurt, kur s'muj me thonë, po me plan ju. Ju, normal tash jeni tu, thuaj se tu punu bashk, tu jetu bashk, që ashtu tu nejton kohën bashk, po hira menën që është ma mire bashketu një herë, a më martu direkt. Edhe pse nështë vështirë e këshi pas më do për njëna tjetrës. Diqysh, te puna bashkëtesës, unë për vetës si kësha bunu, si kësha dosh me bashkëtu direkt isha martu, i njëti sen, diqysh. Po jo, tash për momentin mu mbjen edhe në salon non-stop, saloni është shumë afër me shpine këtë në, mbjen non-stop ose në shpe, mu jena shumë ngat, edhe veç se di, qëta është për vrejna i fardalime. Bileni dhe t'ja bona thësh, o zotë më do këtë vetja se e martume, edhe se non-stop, mbjen në ashta 30 rënë me nejt, këgja shpesh, po s'di, se kësha pas problem as një A menoni që mas martesës kënë me vazhdu me të jetu bashkë, nështë aty në shpitane, zonë albuna në shpitet me burën e me djallin tjetër? Jo, na jena bashkë. Aha, dhe me Hira nuk do mundo. Në shpije. Prej neve. Edhe kur të martona, Se na i jena kena thonë. bashkë. Ne i kena thonë, zgjënë ku po dëne, kjo ka thonë unë prej bunës nuk ndona. që shunive kur tha që s'ndohet U viteje. knoqa. Se thash po me sa 8 vetë. Po seriozisht, edhe nëse shkojna në shpe dhe nuk është bona atë, më do këtë shumë thot. Bile edhe, neherë se di ku ka dikon jashtë venet, edhe pëthirën telefon thash ku i bon pa ty s'po më rrihet. Nuk po rrika këto. Heq. Edhe tham ke harru. Po, se isham ke harru, nuk më thirre as kur gjë. Tu kopti me ta. Jo, a djali vogël kur ju ka këty. Kusht ka harru i hirë? Ku po hina? Qa po dënë me blekje? Tu thonë, që ke mirë për hirën? Për qëta hirës? Për qëta hirës e ti po thonë ka harru. Sa është e vërtet që kjo që për një me mandej virrave ju bjen të në kohën men ju blenuseve, jo kur shkojnë dikon, ose kur dalin diçka me ble, ju bjen men. Edhe paka shumë si stilin e njejt. Tash sa herë blej diçka, se unë kam qef me ble shumë. Oh, Edhe gjithmonë thëm, jo, preca dhe hirës. Edhe ajo hira pëlqen. do. A edhe Po, që e hira këna po në qef. sen, i blejna senet e njëta në gjyrat ndryshme, tani me na vyt, i ndrojna. oh, për ndryshë sa Po, me njëra tjetër, Dhe që na? thëm mirë, e dim venin ku jenë, edhe kështë gjë. Shumicën e rasteve ka që edhe një veshit kësaj, i kena të njëjta veç në gjyra ndryshe, i ndrojna. Qështë i kena? Mu po më intereson me ditë çka po të shoqet hirë, se andra e çdo vajzë është me pas një vjerë, Po. kështu që të përshkruti, kështu që shka e të thonë. O, krejt komentet i kam e po që në fokën tone. Krejt më thonë, krejt në ebin shumë komplimente. Shumica shoqeve të se janë njëftu, edhe me bonën, po krejt më thonë, lumja të. Ti përmene komentet edhe paka shumë tashmë vetë se të njohë njerëzit si fytyrë rrjeteve sociale, TikTokut e kështu me radhë, që shke në fillim për familjen e burrit, në këtë rast po e quajt burrit, se tashmë veç e ki burr, që shke që ti je tiktokere, ti merresh me rrjete sociale. Në fillim drejt më tregu, në natë kanë shu një intervista më në televizor.
O, zë qëfar sikleti mu të ke, se ti që live, okej, unë fulli shumë shlirë, jam shumë e gjallë, po edhe me më po në televizor mu të ke pak a edin shumë këqërshën të isha po më analizojnë, mu të ke pak rënë, po jo, që ta shvecim shumë e shlirë, bëj TikTok edhe para këtënë, edhe para vjerët, se veç vjera u për men edhe vjerën edhe më shumë të mirë. Edhe ma ta ki mira. Po, shumë, edhe para ti, edhe para krejvi jam shumë e lirë, me po TikTok a reklama, gjithë shka, se kam. A do me shti edhe vjerën ka TikToku? Aj, po veti ma mirë t'i zonja ma Ma mirë. Nuk e di, unë nuk jo mësu nashta me... Nuk më pengon, po nuk e di. Një TikTok të fundit e këna në punë salon. So e kishe pa vitën të e bujnë e reklam Nuk nashta me jehilën. Nuk mëna. Nashta pëse nuk jo mësu edhe prej fillimit çdo sa në shkon me ku. Normal, ama e përmendëm edhe komentet në të njëjtën kohë, sa të pengojnë ashta komentet, se hira besoj vetë se mësu, tash më tonë kohë me komente, po Nuk e di, nuk është që më kishin pengu, po mentaliteti shqiptarëve është ndryshe, kështu që jo si marti. Në krejt qëtë periud, sot ka rënë me rrjetet sociale dhe ty më përball me intervista, me njerëz që tash më veç po të njohin, po dihet se kush je. Apo të mengon kjo pak vjera hirës? Jo. Apo ki që mu njoft si Valbona, veç Valbon. Që është dush për mu njejtë është. Cili komentu kon ashta që t'ka pengu na i sen ashtu? Nuk ka pas. Do që sa i kom pa, jem kon, lumja, ti qëfar vjerë paske. Na i komend diçka s'është që ka bo Unë përmena dhe në fillim të intervistës tatuazhet e tua, apo na tregon pak për to. Pak a lume një temë tjetër, mos të ndroj temën kështu një herë. Normal gërshonti ka... linën të hira, se s'munesh me na i kallëzu ashtu. Gërshont profesionin, këto emrat e 2 fëmijëve, linën. Opa, po ti një me përdojshe. E du shumë. Mom of boys, non e 2. Djemve. Këto e kemi simbol unë burri edhe djali. Okej. Tash hirës i kena thonë se nuk e bën këto si e jona. Oha, ata pas ka qitë kosht. Shaja horoskopit, nuk është, ka figurat ndryshme, emrat e prindve i ka. So tatuazhe i ki krejt? A Shumë. ki rëmur në herë? 15 në shto. 15, okej, a ki just e veç në përdur, a ki dhe një pjesë tjetër? Kam qëdorën, infinitin edhe një zingjir të komës. Okej, super. Po më interesën pa komentet rreth tyne që ka pasë na, normal, nuk jena mësu në ashta. Komendu që kanë më paragjyku, po ju. Okej. Bobi, që ka jam, okej, mirë, se të shkon se je artiste, Po. e thojve, të shkon, nona mobre që ka jam se gjëna. Po të thonë atë si s'lan hoxha, që është ajo Po, thënja. djali vogël, sa arë shkejtë nona ja bënon, e ka shtu edhe një haram që ka jote, veç po shkon të mu haram. A ki me bu halja, do vazhdo bu halja? Jo, nuk mendoj mu me bu, se di. Okej. Njëherë jo, e tani nuk e di. Ty për vetit të pëlqen po sa kështë dosh me pas edhe hira në ashta. Se ti si artiste, besoj që të pëlqen me pas. Po, jo, mu nuk më pengon, hira bile kom qef me bu, kur shkojna mi bu 2 atë bashkë. A do me bu që kosht ta pas kanë qitë kosht? Kjo është shumë temë. A të kishë ty mami dhe babi e tash. Kur. Pse Drejt me tregu. Dy botë të ndryshme në qëtë I aspekt. kom të shpis këgja fetor, jam edhe vetë. Shumë më pëlqejnë, mi apo dikojt, po edhe me bo vetë, edhe mos me konë gjëna, se dja kësha mujt me bo, veç për faktin që tutna që i kësha ropi shmën. Po tash e Edhe- kësë mund t'jam e hik. Po apet, Metet shaja. po. Po a ke përvu me e këna një? Jo, vesa i kum pa tjera. Ah, okej. E tani veç për që ata isha tut me bo, edhe mos me konë gjëna, se di, thëm me pot njëtin sen non-stop dikon, veç me nej që mu kish bo bajat i kësha ropi shmën, veç qajo, kështu më pëlqejnë shumë, që shambull bonus i shkojnë E shumë. të onë është e kundërta, se onë asë njëherë së mbjen mi po, zakonisht të punu, shë veç Harrat. dure dhe gishta. Kështu që u merë molli ka njëherë nolna dhe i këqyri, thonë, kur s'po mu imi shiju? Do në vajtona po mdo këta tha live jo, që s'do me bo. O, është qefi sojna, që është. A e pra, nëni tani pas Po, ata. po, këta dhe si a i gare e kena pas, mirë, që të shrej e kem krejt, nëse se bën si e jona. Okej, kështu që besoj që në të ardhë më të afërt kanë me të bind me bo. Se di, gjithi thët burre, nonën sa mja bën, po kjo vetlat i ka bo,
kjo kështë ashtu punën me vetla, gjyna e ka, le të bëjnë. Nonës tave që jashtë të nashtu që me thonë dzekra, dyshe ngucë dhe ma Nuk shumë. të me bo edhe o kry, bashka dushit ajo. E që babin nuk e kam që shumë, edhe mandalën, po që ka dush, ti edhe, Okej. së ma prish ashtu. Unë po doja bo dhe në pyetje, po do me kalu me një temë tjetër, vetë se e përmena. Kështu që Big Brother bestojnë e ty, që për momente. Po. Qysh për ju duket? Se di, lugë. Për shembull, projmet e fundit për një moment të posta në shumë interesante. Ti po vreshe, e këshyr po vreshe dhe analizon Po, e këshyri. Se në lokal që ato e Drejt me lëshajs. të regu, kur t'jena në lokal të punu, në televizor e këna bikon. Të Okej. punu, të ingu. Edhe qysh për ju duket. Mirë. Her të lovi, her. Qit, her. Ç'ashtu sikur jeta, Po e pa një të lovi, nërkesh. po më do këtë s'ka bek. Jo. Normal. Qashtu do të më gonë ma interesant. Se di, kështu krejti për të mira, s'me me thonë diçka keq për asnjonën, po do sa në shumë pëndullin që s'pi pret, shumë Për papri. shembull, rasti i fundit që keme shto se hira, besoj e keni pa. Shumë, Çka Ka mendoni të për shumë ç'i pjesë? absurde. tepër. Edhe unë menaj si Olba, di fuqinë e Zotit s'mundet me ekzistu as një njeri, kështë që unë nuk besoj. Nuk beson, Jo. okej. Unë se hinat e biku se jam ka du me apo pak pyetjen se normal e kina pas shpesh që kanë një dy persona sikur se një banor i vetëm me kështu, po kanë një gjithë çfarë është fundi ndodhet Dy që motra, motra, po, po më herët janë kono se qeft burre gru ose shoqja Po. nëse a kishit hinë se re e vjerë Big Brother? Në ditë kena qelë që tem, edhe e din që ka kena thërë me bunën, ishëm hina dyja bashk, veç për me shiu mas pare, edhe e dyta veç 24 orë m'ju tregu sa pastër do të me mojt, qysh më nësh me mojt, edhe qka do të me bu. Qa me nënë zona Valbon për në me ape, a që po dhe tjera, është ashtu që s'janë të e majtë një. Njëjtë, këse lafe kena bo, unë i këmë thonë mas fare. I kësha marrë kretet, i kësha thonë kap një fshiza. Me zërë, Që me dhe reshisa sa. ta mërë vjerë u kalzu tash. Që të po? Për një me shumë pa poster. Femra janë, që aty po hanë, po pëm, po rrinë 24-7, është Është absurde si pjesë. Po ju si artiste edhe i nato e vreqen e për prajme nuk janë të shku ma me i ly as me i kap artistet. A kishit shku me i ly? Ose me i Po. ndresh për një prajme? me pse gjithë jo? qafë, pse jo. Kanë i kishit ndresh, kush menoni që ja i kishit shkri kështu qatë njëre, që ju pëlqen kështu dikush? Kështu për bukuri, Eliona. Okej. Elionës njerë kështu ja kësha bu qërpek mirë për qefi. Ka dhe dole. Po, që Elionës kësha pas shef shumë, edhe Bias kësha pas shef. Vesh me i provu diçka mega volum, diçka ekstra, që është ajo edhe vetë, më ne që edhe Bias e kjo shku. Okej, zona Valbon te, kujna kështë bo thojt, kujna kështë bo flok? Sa e kum po Benita i montaj të gjatë, kom qef mja bo gjatë, se dalin normal ma mirë, Bia. Po edhe ajo ti për gjatë. Shumë. Po ka njëherë ka raste ku më pëlqen të të shkurt. Që më kam pëlqy sasës. A, po, tash sasa është jashtë, mund Sasa të është një jashtë, po. po. Kështu që sasa besoj, nëse kam ju palë, drejtohet e jo, a? Hajde. Do më thonë, e paskit menu për me him Big Brother. Me menu, jo, me Veç bolla. llaf. Me e bolla, me bolla. Qa me nëne, a ju këshin lojnë burrat, a ju këshin lojnë brend juve? Qëron kështu drejt edhe vetë se shahin. Se di, jo për me i ofendu, jo diçka e keq, që son për të risa dalë në rrjetet sociale, edhe atë vetë se njejt, po se di, s'kisha mujt. Zona Valbon? Unë edhe ma heq. Kisha hi kur qysha? Ja. Zi, s'kisha mujt me përballu 24 orë në kamera. Nashta edhe i harrën, Okej. momentin që i aty, po s'kisha mujt me përballu. Unë po du me kalu pak edhe të kjo pjesa, që shukon atëherë dhe që është tashtë, po du me bu pak një krahasem ashtu. Ma herët kër një martu, për shambull keni jetu në bashkësi, kunet, kunata, kështu. A më në që ma miru konë atëherë atash? Menoj që është më mirë tash, se secili e ka privatësinë e vetë, secili kem nevojë për privatësinë e vetë, jo me bashkjetu në bashkësi. Kështu që menoj që sa ma larg aq ma syve aq ma ofër zemrës. Kjo ka për më duket e vërtet, a? Kështu që menoj edhe respekti është më i mirë. Ka ma pak llafe, ma pak. A u kona atëherë për juve për shembull ma vështirë, mu martu, mu konu, se kështu. Po normal se nuk është edhe lehtë, se po shkon te një familje që nuk është edhe pse i nje,
tash edhe po vinë, nuk është që jam unë shumë e kohës për para, po tash po enën ma shpesh para se mu martu, kështu që normal u kom pak e shtirë. A menon që çfarë pjesa që atëherë që janë martu me mësit e kështu, për me do të më gjonë, s'do të martu më me mësit, gjithë mundet me gjejtë ma vetë një sotit. Se Nina halo që martohen. Po ka, ama menoj që kur e do një njeri është ma ndryshe se sa kur ta propozon dikush, nuk e di, nuk e kum provu veç. Edhe ju e keni gjetë vetë? Po. Qysh jeni njoftu më bashkë shortit? Në shkollë. Se po du me ljonë pak i rënona, që të Në shkollë jemi njoftu, kështu. Qysh jeni njoftu? Shkollën e mesme. Po më intereson qysh jeni njoftu, te a keni historinë e njëjtë me Hirën, se dhe Hira po më duket shumë e re, kon kur është njoftu. Ju nuk e kemi historinë e njëjtë. Unë e kam historinë shumë më ndryshe. Në shkollë ka ardhë me djallën e Agjës një shoqës në ngushtë, edhe aty jemi njoftu. E kom njoft edhe përpara, se edhe unë në lagje e kam, shpinë, do me thonë një Do të lagje thonë nuk jem. shkeshit jo ma lartë. Jo, na nuk qënu shumë. Na nuk e lëshojmë. Okej. E kom njoft si figurë, si ftyrë, edhe mas nej, veç vazhdo. Veç vazhdo të Hirë, ti që jeni njoftu se më duket ty nuk të kom vetë në herë. Ani pse njihem edhe jashtë kamerave. Unë e kam shumë interesant se unë e një që 5 vjetë jam bo, edhe gjithë e kom pas në menim shumë të keqë për të. Më falë bon. Po e din. E ka pas një motor me 4 rrota, me atë motor krejt më holla, o zot. Edhe të shkolla, veke, non-stop jena po, shëshin krejt njët, shoku vetë ngusht, shoku jam ngusht. Jena njoft e krejt, po kur jetë amë nuk i kom fol, këna nejt një tavolin, unë si kom fol. Qatë që se di, shkom thonë unë me një si njeri kur s'moj, edhe pa prit, pa kujtu, ndodhe, jem kon me një kozmetik, edhe u ardhë me blejt diqka, saktësisht u ardhë me blejt një lak të thojve, për me i lju fillët e kjerët. Unë të thonë mësuar rasisht që aty, ose në Jo, u ardhë me blejt lakun e thojve, ta shtë dja u ardhë me blejt për një me. A ka thonë që ashtu ka qëru. Edhe që ashtu ja këna njësë. Na vetë se jena një uft, po tani tamën, mi fol për herë të parë, ato e kum pas paqare mi fol, u duft një ashit. Për me hek, ashtu, për me bohu për vetin e qysh. Mu po më intereson se ju të dyja dhe se po shihet që keni një rrit në Prishtinë, edhe ju zonja Albon këtu të kohën. Qysh është që ky menimi për çikat e Prishtinës, të qysh? Jam pak ma nashta ma dalne, ma e kuptoj jetën, ose janë do farë komentesh edhe në rrjetet sociale, i shumë komente të ndryshme, ja hajtë se kjo e Prishtinës ose najsen, sa ju ka pengu që se pëtu me kalu edhe të komentet se na si popull jena njerëz që komentojnë na bëja dhe shumë që se cila prej neve që merrën pak me rrjetet sociale e dina që pjesë, po qysh e keni përjetuar që ta ju? Po zakonisht qyteteve tjera menojnë që qikat e Prishtinës janë ma të lasdrume, janë ma mendje modhe, janë asi që s'prekin kërkahesh, nuk din me fshi, nuk din me bu me hongër, kështu që shumë gabim e kanë se njëtjen. Edhe ju i dini S'kemi krejt. dallim prej kërkujna dhe na i dim krejt. Hirë për ty? Asun s'mërej ndryshe, gjithë është që kjo, e Prishtinës ja, mu shumë shpesh ma bojnë Prishtinës a, edhe qështu a, ju janë që di që foli, shumë shpesh më karo me takuna ashtë dikën prej një veni tjetër edhe ma bu, e Prishtinës bash, e qush po më folë kështu ka që është lirë, ka që për toke, zdi, shumë e ka një qasi menime, që po Po thotë nashta edhe ka lloj tash. Po tash po, feks. Se është pak një farë forma edhe që kjo pjesa e të folmës që jo nashta dallonin të folmës që jeni të Prishtinës. Këta që jetojnë në Prishtinë kanë theksin ma ndryshe. E tani po përzdihet një farë edhe na që si jena, të mundu mu po pak se jo, po del krejt diçka tjetër. Dhe që nisam për theks, mu kërkush nuk ka vrejt, që tash mu ja këm njës për njema me folë masi e Prishtinës, unë që e kom momin prej anës Shkupit anej, u pa ta mësu ma e vogël, falqa non stop si ata. E kom pas tepër, u knaq, shumë veke shumë interesant me folë. Po që qëtash nuk e kam, edhe ka njëherë qa që marmalli për me një për folë si anej, ja një si folje vetë, e kom që veç më vjen. Shpesh vjen në TikTok, e kom pas të shku në shkop, krejt komentet janë që ditë, pse qysh, tek. Deri sa mu ka dufta edhe mi ju të regu, qështë më bjen. Po më intereson pak me ditë të që kjo pjesa e të folmës, o pse dikush që s'është i Prishtinës dallohet ma ndej edhe në theks, ose të që kjo që del pak si një u e zgjatne, një ama e zgjatne. Te Prishtinës dyqysh me një që oja është o. Ta mën o e theksume, a? Po, qaja mu për vetë më do këtë,
Po edhe zakonisht është një sen që kushdo që munot më folë se i Prishtinës, shumë thonë ma shumë i skat. Eden? Cilat janë që ato, se dyqysh, më duket sikur ua del ma shumë. Po, eden, s'po di shumë të thonë, ma shumë e zgatin qa bone, eden, dhe që si fjali kanë ma ndryshe, tani edhe si tu lasdru, fix. Hira, e kim plan më mirë me TikTok halo, a po do në me lion kështu? Jo, TikToku se lo. Ose do me marrë me vjerën me vite? Unë e vjerën e marrë me vete veç a vjen. Aja ka njësë kështu me thirë më shku me të dyta, na i kon më shku me vjerën. Valla, deri qëtash jo shumë, qëtash s'kom pas shumë bashkëpunime, se deri sa e hopa lokalin, senet e mija i buna gate, nuk pata shumë ko u mirë me bashkëpunime të anë e TikTokot, po qëtash kur ja nisin, unë e marrë veç a vjen. Të po të bo. A bash, fix të bo. A i ke të regu se është bajagi pjesë e mirë më mirë me TikTok. Normale dhe paguhen bajagi shumë. Është shumë punë e mirë, sinqerisht edhe këta vetë se e din. Në fillim ju kom të regua dhe jenë çudit. Se është diçka që për një unë e bëj me shumë qef. Nuk e krasoj si punë që e kam sallën punën, po knaqna njëjtë, e bëj me shumë qef. Ka njëherë nuk e llogariti pile si punë. Edhe mos me kom bashkëpunim, spritoj me postu. Nëse nuk isha kanë të punu me tashma me zonin Valbon, a kisha vazhdu më mirë vesh me TikTok edhe kisha pa vetë si pun ta më punë? Jo, asnjëherë s'mendoj që kisha mujt me bo TikTokun veç TikTokun, veç ato më merr, se po mdoket që përderisa ti merresh veç me TikTok, bosh ma pasive. Se i bën 2-3 video në ditë edhe rren. Pa. E s'moj, pa e pos një plan, me shku dikon, me bo diçka një orë, s'di, s'moj me nejt. Po du me pyet pak të kjo pjesa sa nashta ja ka njës me vlerësu punën e influencerave në Kosovë. Se deri nashta para një kohë shumë të shkurt, i kam pa veç që po bëjnë reklama në TikTok, shkojnë i provojnë diçka që ato, e marrin një produkt diçka, se kanë marrë si seriozisht si punë. Sa ja ka njës me pranu si punë tamam qëtash? Tash si punë tamam, veç se u bo, menej unë, ama veç është pu pak një sen që jena bo shumë, kalablak, sa dush. TikTok-o, full. Full është, po edhe u bo një sen që pak TikTok-o që me thonë u bo ma, s'po di, bëhen gjithë kosh, me thonë, po postan gjithë shka, edhe tani punën që unë e bëj, pak po ma hup, edhe s'po është kontenti i mirë, me thonë. Sa mundet me fitu në tiktokere qëtash në Kosovë? Të me thonë, qëtash masi që ja ka njës me kuptu punën edhe nashta gjithë se cili biznes e ofron një tiktokere ose e merë që për mja reklamu produktet, biznesin e krejt, edhe nashta sa mundet me përfitu qëtash? Me dit me e bo kontentin e mirë, me i pas shikueshmërinë e mirë, me dit me i bo krejt që shdohet, të vetë që e ban një shumë të mirë, hetë që me thonë, vetës tone të i rengati sa dush. Praversisht? Praversisht s'po di sa me da thonë një shumë, po bëllë është vëq për mira i të vetës tone gati. Krejt qefit e tua mi kry. Veç me TikTok, se lema me punu edhe qka tjetër. Cila po fitoni ma shumë qëtash? Lezore një Normal se Hira i ka 2 pozita. Edhe influencera dhe... Po që e kjo e ka përvojen atë modhe se unë të puna. Ka kliente ma shumë se unë. Edhe jo, si Po barabartë. e Hira e ka një të mirë se klientet e mija kalojnë shpesht e Hira, e ka një plus. Unë e kom fillu prej zeros, do me thonë s'kom pas... Për krajën e kërkojt. Qysh është me pas nusën një influencere, pra? Shumë mirë. Apo do me animu na i tro, apo do me t'animu kjo ty, cilës keni me animu qëtash? Dyjat. Ku mesëm? Që ato këtë ngesë me animu njëna tjetërë. Po më do këtë edhe Lina është nga ka mërzit. A je mirë? Po i mungën reksi. Po që mashit edhe ata me vite. Kështu që për fund nuk përdi se zbesoj që e kena zgjatë bash qash, po në sa po ata plan ju pyet, ju kom pyet, kështu që shka zbesoj që ju kom ish me të bësh në sen, po qka keni me nga kalëzun diçka për fund, edhe pse visa kena jemi vitin 2026, na jurim, ose qka i keni planet për 2026, të më pos që mu feju Hira. Bolë që jo. Që për lojmi këti vite. Lojmi i vitit, me 20 vitin marë, se që tash në fillim të vitit kom u feju. Edhe s'po di qa me thonë, se vetë isha veç krejt dhe suksese, pun, pare. Sa më shumë para. Se paret këti lypin, krejt i dojnë.
Po, veç edhe lumturia, shëndeti, normal, s'mon me i harru, se po bëj pak hajgore të ona e pare. Po normal, se pa po pak hajgore nuk shkojnë. Jo, una veç se qashtu jam e deni mo, mësim TikTok si gjithkon, s'muj, serios. Ti edhe videot kur t'ja nis, e ki gjithë herë një diçka tjetër, për kop Gjithë dikon. bre nona e vakive, ose jam të urdzu, ose diçka, gjithë diçka më gjenë. Që zonja Valbon? Nuk është që kemi diçka plane për me bo, përveç se fejesën e hirës. Tu pa të bu. A i keni kry? A i në ala të mirë me atë pjesën E kemi edhe pak, të fesës? edhe pak do gjona mi kompletu. Po të puna e fejesës, shumë jam të shku qëllë. Qush jam edin, zdi, krejt edhe në moment fundit milion, veç se s'jam e stresuma. Ka dale, inshallah veç del mirë, ashtu që shkeni e qef. Që falenderit shumë që jeni konë Inshallah, bashkë sonte me faleminderit. mu. Që Lina, falenderit shumë, se nuk o kam shqyë. Shihemi pra në fejes t'juve. Se shtash zonja Valbon të shpëngtirte se Hira nuk i bjen men e kësë sene. Në është më në falët. Ti të fale. Kështu që falenderit shumë që këtë sot. Faleminderit edhe juve. Kështu që mishë të gazetës dhe mos, ka që kishim ne për këtë javë, e shihemi javën e ardhshme, tung. Tupo. Tupo. Tupo.